Dhoma amerikane e tregtisë në Shqipëri ka reaguar me një deklaratë mbi gjendjen e sistemeve digjitale qeveritare si Albania, duke theksuar se problematikat e fundit në funksionimin e tyre po krijojnë rreziqe konkrete për biznesin dhe sigurinë e të dhënave. AmCham vlerëson investimet e qeverisë në digitalizimin e shërbimeve publike dhe zhvillimin e platformës Albania, duke e konsideruar atë një hap drejt modernizimit të administratës dhe përmirësimit të shërbimeve për qytetarët dhe bizneset. Në të njëjtën kohë, dhoma amerikane nënvizon se administrimi i të dhënave shumë sensitive pa auditime të rregullta, masa sigurie të përditësuara dhe përputhje me standardet ndërkombëtare krijon rreziqe serioze për stabilitetin ekonomik, vazhdimsinë e bizneseve dhe sigurinë kombëtare. Shqetësimi kryesor lidhet me reagimet e anëtarëve të saj pas zhvillimeve që përfshin Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Sipas raportimeve, disa shërbime të Albania funksionojnë në mënyrë të paqëndrueshme me ndërprerje të shpeshta, vonesa, kufizime, aksesi gjatë orareve të ngarkuara dhe performancë të paparashikueshme, duke ndikuar drejt për drejt në aktivitetin e përditshëm të bizneseve. AmCham shpreh shqetësim të veçantë në lidhje me reagimet e vazhdueshme të marra nga anëtarët e saj pas zhvillimeve të fundit që lidhen me Akshin. Sipas raportimeve të anëtarëve, disa shërbime të platformës Albania aktualisht funksionojnë në mënyrë të paqëndrueshme dhe nuk përmbushin nevojat operacionale të bizneseve dhe qytetarëve. Këto shqetësime përfshin ndërprerje të shërbimeve, vonesa, akses të kufizuar gjatë orareve të ngarkuara dhe performancë të paparashikueshme të sistemit, të cilat ndikojnë drejt për drejt në ndërprerjen e aktivitetit normal të bizneseve, thuhet në deklaratë. AmCham thekson se këto probleme pengojnë kompanitë të përmbushin detyrimet rregullatore, të ofrojnë shërbime për klientët dhe të zhvillojnë normalisht operacionet. Ky aspekt merr peshë të veçantë pasi një pjesë e konsiderueshme e anëtarëve operojnë në sektorin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Kanë certifikime ndërkombëtare dhe disa prej tyre ofrojnë shërbime edhe për institucionet e qeverisë së SBA-ve. Në deklaratë ngrihen edhe shqetësime për mënyrën e zhvillimit të prokurimeve publike në sektorin TIC, të cilat sipas dhomës amerikane dëmtojnë konkurrencën e ndershme, rrisin rreziqet në përdorimin e fondeve publike dhe ekspozojnë të dhënat sensitive të institucioneve, bizneseve dhe qytetarëve. Duke u referuar praktikave në SBA dhe ekonomitë e avancuara, AmCham thekson se kompanitë që përfshihen në sistemet qeveritare sensitive i nënshtrohen auditimeve të rrepta, autorizimeve të sigurisë dhe kontrollave financiare për të garantuar transparencë dhe mbrojtjen e fondeve publike. Dhoma amerikane i kërkon qeverisë të ndërmarrë masat menjëhershme për funksionimin e qëndrueshëm dhe të besueshëm të Albanias, veçanërisht për shërbimet kritike për biznesin, duke përfshirë auditime të pavarura të sigurisë, përmirësime në prokurimet TIC dhe mekanizma transparent për menaxhimin e incidenteve. AmCham shpreh gatishmëri për të bashkëpunuar me institucionet, duke ofruar ekspertizë dhe praktika ndërkombëtare për forcimin e qeverisjes dhe mbrojtjen e të dhënave.